Në një artikull të botuar në të përditshmen britanike Express, i bëhet jehon bukurisë natyrore të Shqipërisë dhe Durrësit në veçanti, si një vend perfekt për pushime. Vitet e fundit vendi ynë është ndërruar në destinacion popullor për turistët britanik. Gazetarja Sydney Evans, së bashku me disa miq të saj, rezervoi një udhëtim në Durrës verën e kaluar. Koha me diell dhe perëndimet nuk ishin e vetmja gjë që më bëri përshtypje në udhëtimin tim në këtë pikë të nxehtë të Ballkanit, shkruan Evans në fillim të shkrimit të saj. Duke u ndalur tek përzgjedhja e saj për Durrësin, gazetarja thekson se zgjodhëm Durrësin pasi na kishin mbetur vetëm disa ditë dhe qyteti i bukur bregdetar ndodhet vetëm 45 minuta me makinë nga kryeqyteti Tiranë, ku është aeroporti kryesor ndërkombëtar i vendit. Ne qëndruam në një hotel të vogël, të bukur, vetëm disa minuta në këmbë nga plazhi dhe temperaturat shënonin në 28 gradë Celsius gjatë gjithë kohës që ishim atje. Sigurisht që nuk do ta përshkruaja plazhin si të qetë, pasi ne vizituam atë gjatë muajit korrik, i cili konsiderohet kulmi i sezonit turistik në Shqipëri. Ajo që më la më shumë përshtypje ishte mikpritja dhe cilësia e ushqimit. E vendosur në gadishullin ballkanik, fqinje me Greqinë dhe Malinezi, Shqipëria ka lidhje të forta me Italinë dhe kjo ishte padyshim e pranishme në ushqimin dhe mikpritjen miqësore që përjetuam. Ndërsa Durrësi është i mrekullueshëm për disa ditë buz plazhit, me shumë hotele dhe restorante aty pranë dhe me vendodhje të përshtatshme falafërsisë në Tiranën, plazhet më në jug janë padyshim më piktoreske. Patjetër që do të kthehem në Shqipëri, por herën tjetër do të jap vetes më shumë kohë për të eksploruar këtë rajon të vendit dhe plazhet e tij spektakolare.